Mi mbrëma miq të Homecast. Sot jemi në 31 dhjetor, dita e fundit e ndërimit të fundvitit. Kështu që ndoshta jeni duke na parë edhe sot do të keni një episod shumë interesant, sepse do flasim për shtëpinë, por ju po gatuani të gjithë gjërat për familjet tuaja dhe unë pikërisht kam ftuar një grua e cila jeton midis dy kontinenteve, Amerikës edhe Shqipërisë. Kështu që kam kënaqësinë se përveç se është një vajzë shumë e bukur, modele, pasarela, nën, kam kënaqësinë që ta ftoj edhe të flas dhe diskutoj me të për shtëpinë, për çdo gjë. Një episod i cili do jetë sa i ndjer, aq i këndshëm, aq edhe i rrjedhshëm. Mirë se vjen në Homecast, Adrola Dushi. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë për vlerësimin, për dashamirësinë, për marrëdhënien e bukur që kemi krijuar në bashkëpunimin tonë me Pajtonin. Dhe s'mund ta mbyllem ndryshe vitin përveç se këtu me një atmosferë shtëpie. Kaq bukur. Unë të jam shumë falendërues sepse ndoshta njerëzit kur shikojnë nga jashtë, nuk njohin mjaftueshëm. Dua ta bëj këtë komplimentin e parë se fillon edhe viti ku ka gjë më të bukur, por është edhe i sinqert. Përveç se je një njeri i bukur, je edhe një njeri shumë i mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Unë bëj shumë shpesh rënie me veten, them kur nuk njohin njerëzit, jam e sigurt që mendojnë se është budallaç ke shkreta. Do je lumtur në atë gjën time, por duke lënë të njerëz mendojnë ndryshe ndoshta, me dashje pa dashje nuk e di. E vërtet. Me një bashkëpunim për një vit me Pajtonin. Kështu që unë dua ta nis pikërisht me ato temën që gjithë ato që e shikojnë Homecastin e dinë që ne flasim këtu për shtëpinë. Unë dua të di pak a shumë çfarë shtëpia për Adrolën. Këtu më kupton edhe ti çfarë shtëpia për mua. Ta kam përballë nga Forre. Edhe shpesh herë më dhimbse nga Forre them drejtën, por kemi dhe shumë të mira të tjera bashk. Unë e dua shumë shtëpinë. Edhe në momentin kur unë jam e lirë dhe nuk kam luksin të ri në shtëpi, unë nuk dal nga shtëpia fare. E adhuroj, e dashuroj. Mund të rri dhe nuk e di sa orë ose sa ditë, pa lëviz fare, me lumturi të plot dhe me vetdije të plot që po kaloj kohë aty ku unë vërtet dua të jem. E shijoj shumë, e vlerësoj shumë ambientin tim dhe dua ta kem gjithmonë sa më komod. Jo luxury, jo high class, të lodhshëm, por kam dëshirë ta kem tamam shtëpi. Të thjeshtë, shtëpi të rehat, të jetë praktike ku unë kam mundësi të dukem shumë mirë jashtë derës time, por brenda derës të jem e lirë, të jetë shtëpia ime. Ç'është gjë perfekte, aty e vogël minimaliste. Ai je nga ato njerëzit që unë për shembull kur vjen festat e fundvitit, e kam një dëshirë, s'ke parasysh ato që ndizen gjithë dritat e qytetit, ajo atmosfera që ne po e përjetojmë tani në këto momente. Dua që të kem atë këndin që të rri sa më gjatë në shtëpi deri kur të ndizet fishek zjarret e fundvitit, ditës sotme. Dua ta kem këtë gjën, më vjen keq ta them se nuk po e përjetoj më këtë gjën. Unë thjesht gjithmonë këto vitet e fundit them nuk e di nëse djalim po e përjeton ndjesin që përjetoja unë dikur kur isha e vogël me këto dritat, me këto që mbylleshim 3D, që blinim ushqime, që gatuanim, shkonim te tezet, te dajat e halla. Nuk e di, ka qenë një emocion shumë i bukur dikur, që sigurisht vazhdojmë ta praktikojmë, po nuk e di a është më aq i bukur sa më herët. Dhe pikërisht ndole edhe këto kujtimet më përpara. Si ka qenë lidhja jote me shtëpinë e fëmijërisë? Çfarë kujton nga shtëpia e fëmijërisë? Se jeton në Amerikë, vjen her pas here e ndar shtëpia në Shqipëri, më duket se ke edhe një shtëpi të tretë, por nuk e di. Si masa shtëpia janë, nuk e di, domethënë ku jemi muzien. Shiko, un kam pas një shtëpi shumë të vogël në Roshen. Edhe babit tim i them gjithmonë se Shqipëria ka qenë pak a shumë e barabartë në të kohë për gjithë ne, me mundësitë ekonomike këtë janë ndej, po i them babit faleminderit që kemi pas luksin të kishim shtëpinë tonë, kam jetuar gjithmonë në shtëpinë time, domethënë ka qenë shumë e vogël. Mbaj mend ka qenë një dhomë gjumi, një kuzhinë, ishim 5 vet pjesëtar të familjes. Shumë modeste, shumë ndoshta mbaj mend sobën me dru, që tisja të ndiznim. Ne malsorë njerë kemi... Dhe mbaj mend dimën kur fikej, o zot, si dile nga krevati për në tualet, apo këti unë, do me thonë që dridheshe, sot nuk e përjetoj, nuk e kam idenë më, thonë, ja limas nuk e din që është edhe ndjesie. Më vjen mirë që gjërat kanë ndryshuar për mirë, në falenderoj Zotin shumë për jetën që më kanë ndryshuar familjarisht, me prindit, me vëllezërit, me gjitha. Por e kujtoj dhe me nostalgji dhe them, ndoshta ajo është ajo gjëja mirë që unë kam përjetuar një jetë ndoshta e vështirë shumë në atë kohë, por që unë e kam marrë të vërtetë atë ndjesinë të lodhjes, të mërzitisë, të ftohtit, e gjithave që kemi kaluar ato kohë më herët, por që më ka bërë njëri besoj më të mirë dhe më të përmbatur dhe më këmbë në tokë. A ke qenë nga ato fëmijët që për shembull kur shkojnë në shtëpi e thyen ndonjë gjë edhe e fshije, apo ke qenë një fëmijë shumë i qetë? Jo, unë kam qenë shumë fëmijë i qetë edhe shumë e urtë, këto ma thonë gjithë.
por unë kisha ekstrem shumë frikë nëse thyej diçka, edhe gjithmonë kur thyej diçka në shtëpi, unë në orën 6 darkës shkoja te gjyshja, flieta, ajo më ka zënë gjuhë, pastaj dajak. Jetonte me ju gjyshja? Ishte një shtëpi tjetër. Mandej. Ku është babi, ku është cuca? Ka i ke nona. Tu është në gjuhë, mama, se s'do ta dajak sot. Ka qenë kjo frika, mbaj mend kam pas ty një glob, ka qenë vdisja për ato globin e bleu. Dekor. O ishte shumë i bukur. Unë duke e sjell kështu atë, nuk i doja me kishte, ke parasysh? Kur është thyaj, o zot, tash më që thy më do thoya me unë. Nona! Me vrap. Apetitën se hongra. Po kujtimet e gjyshërve, se më ceke gjyshen. Unë kam takuar vetëm njërin gjyshen nga mami. Domethënë vetëm gjyshen nga mami, nuk e gjyshin nga mami ka ndruar jetë kur isha 3 vjeç, nuk e mbaj mend. Nga babi si kam takuar kurrë, as vëzit e mi me sa di, nuk i kam takuar se ka ndruar jetë shumë më herët. Gjysha nga mami më ka marrë malli shumë për të. Okej. Gjithë gjyshet janë dashuri. Është shumë e çuditshme. Ja, unë nuk e di, unë sa dalimi, se vetëm çfarë më marrë që ekziston. Të kuptoj se të njëjtën ndjesi kam edhe unë. Shiko, unë jam rritur me gjyshen time. E kam dashur ekstrem shumë edhe sa prallat, më kam mësuar të lutem, të bëj këto lutjet para gjumit, luaja shumë me të, kanë qenë disa lojra me hanë, i luni me fasule, me grosh. Ka ndruar jetë para 4 vitesh, edhe unë nuk kam shkuar akoma për ta parë. Nuk erdhi vllai im nga Amerika, më tha po shkoj te nëna ta shoh, thash nuk vi dot sepse unë akoma jetoj me idenë që ajo është në Rrëshen, unë thjesht po e takoj. Nuk kam qenë gati akoma të përballem me as me shtëpinë e gjyshes, sepse edhe unë kam përjetuar të njëjtën ndjesi, që nuk shkoj dot më te shtëpia e gjyshes sepse më duhet shumë bosh ajo shtëpi. Unë jam shumë keq, sepse ndonjëherë them, mos jam njëri pa ndjenja, pa emocion që s'dua shkoj ta shoh. Jo, jemi. Thjesht realisht nuk ndihem gati se nuk do ta pranoj që ajo nuk është më. Është njeriu që ka vujt ekstrem shumë në jetën e vet. Burri i saj ka ndruar jetë kur ai ishte e re me 7 fëmijë, ka arritur gjithë vet, me një sakrificë të jashtëzakonshme. Edhe në shtëpiat e vogla, imagjino të rrisësh aq shumë fëmijë. Një sakrificë e jashtëzakonshme dhe një grua që unë nuk e kam parë kur të bëjë 2 fjalë për t'i bërë keq dikujt, e kupton? Edhe kam adhuruar shumë dhe më dhem shpirti që e di çfarë ka ndodhur, por s'e kam pranuar asoma që ajo gjë ka ndodhur. Mua personalisht të shtëpiat e gjysheve më kujtoj gjithmonë ajo buka e bërë vet, ato gatimet e bukura, tiati. Çdo gjë dhe ato mënyra se si ishte e bërë shtëpia, ndoshta nuk kishte shumë gjëra brenda, por kishte një dashuri shumë të madhe brenda. Ka pas atë koshi që mbante dushkun, a koshi është? Po, koshi, po. Kur më merrte në fshat, unë sot kam frikë edhe nga zogj, nuk e di pse unë jam aq shumë frikacake, nuk di, nuk jam ambientuar fare me shpend, me kafsh, me këtë ato. Dhe më merrte kur kisha frikë më fuste te koshi, më mbante në shtëpi deri në shtëpi nga frika. Domethënë, kur i kujtoj gjitha këto, më ka marrë shumë malli për të. Shumë gjë e bukur. Po kur e ndaluam, e stopuam pjesën e fëmijërisë, pastaj do bëhemi shumë emocional. Te pjesa kur u rrite, u bëre modele, kalove në një shtëpi tjetër apo jetoje midis Rrëshenit, Tiranës? Jo, unë erdha në Tiranë për studime, edhe në momentin që unë shkëputa nga Rrësheni, u shkëput gjithë familja ime nga Rrësheni, pra praktikisht ata në Amerikë unë erdha në Tiranë. Prap ishte sakrificë për mua, prap nuk ishin kushtet e mira, prap më ndosha isha në studime para se të filloja modelingun. Ishte një jetë mesatarisht më poshtë se sa mesatare pak. Por ishte okay, nuk kisha nuk kam pretendime të jashtëzakonshme nga ana materiale, kështu që jam okay me këtë gjë, nuk kam ambicie të smur, fal Zotit. Them fal Zotit që mos bëhem crazy atë drejtim. Më pas brenda një viti e ca pas jeta në Tiranë, mu desh shkova në Amerikë, takova familjen. Gjërat tona ndryshuan shumë për mirë. Unë domethënë nuk e kam hedhur kurrë poshtë Shqipërinë, nuk e kam hedhur kurrë poshtë vendin time, jam absolutisht shumë krenare. Unë jam katolike dhe në momentin e parë që unë hyj në JFK në New York, unë gjithmonë bëj kryq dhe falenderoj Zotin që na ka ardhur mundësia të lëvizim për një jetë më të mirë, sepse të rritur në Rrëshen me një mentalitet si atje, unë kam 2 vëllezër dhe gjithmonë kam pas frikë se si mund të ndryshonte jeta aty, atë për keq ndoshta. Dhe fal Zotit ne jemi njerëz që kemi familje, kemi një jetë normale, që punojmë gjithë, që ja dalim dhe mendoj që ka ndikuar shumë për mirë dhe jeta ka ardhur shumë për mirë për ne. Pra ka ardhur shkallë, por ka ardhur gjithmonë duke shkuar për mirë. Fal Zotit. Sa mirë. Si është shtëpia në Amerikë? Si është jetosh në Amerikë dhe në një shtëpi në Amerikë? Po flisja me një mikun tim dje në fakt. Dhe po më tregonte kur erdhi për herë të parë në Amerikë dhe kishte prit një mikeshe tia që e ka trajtuar shumë mirë, shoferi i saj, dhe thash, kë është vendi im, këtu dua të jetoj. Dhe kjo është shumë e bukur kur ti shkon për vizitë në Amerikë. Unë nuk do të them troq, se s'bën në televizion. Po kur shkon në Amerikë për të jetuar,
Nuk di çfarë të them, domethënë ka shumë të mira. Për mua si Adroj, personalisht aty ka siguri. Dhe sigurinë e duar shumë, sidomos që jam në një djali. Aty çast kam dëgjuar që ka ndodhur, po jo aty ku kam unë, ku jetoj unë, ku unë frymoj, domethënë nuk ka pas probleme dhe unë këtë gjëra shijoj atje. Ama e kam thënë gjithmonë dhe përsëris prap. Nëse në Shqipëri ti e ke një shtëpi nga mami, babi, gjyshi, daja, i cop buk do ta hash dhe pos punove, në Amerikë harroje. Ti duhet punosh me patjetër, ti as buk nuk ha dot nëse ti nuk i jaf punosh. Por që nëse ti ke dëshirë që ti jesh një njeri normal, funksionosh, sigurisht ja vlen, ja del edhe e del mirë. Ja del mirë. Shpesh herë se kur më fole për këtë jetesën në Amerikë, kështu që është kaq intensive, hasemi me që jemi në këto faza që kemi kaluar Krishtlindjet, është kjo filmat i vetmi në shtëpi. Është shumë i bukur, kështu që ndoshta një ditë do vi të vizitoj. Duhet sepse është si në ëndër. Jemi midis tyre shtëpiave, kur shikojmë këtë i vetmi në shtëpi, për shembull, jemi midis të shtëpive të mëdha, dy kaç të zbukura, kaq bukur. Pastaj nga ana tjetër, po e marr personale, duke qenë që edhe unë nuk kam qenë kurrë në Amerikë dhe nuk e di, kemi atë New Yorkun e zhurmshëm edhe me shumë shtëpia që ndoshta hyn del ndërtesa shumë të mëdha. Është me të vërtet si këto filmat i vetmi në shtëpi apo është si New Yorku? Ka të dyja, domethënë New Yorku është Manhattan, është vendi, unë mendoj unë e quaj qendra e botës, më pëlqen shumë, e duar shumë, është shumë i vështirë, por unë adhuroj. Atë realita që është Manhattan nuk është as i vend sipas meje, ama vendet të tjera janë shumë familjare me këto shtëpitë i vetëm në shtëpi, domethënë është stil komplet tjetër jetese, me këto shtëpi shumë të bukura, edhe minimale, po dhe shumë të bukura të mëdha, por që s'krahasohet, nuk ka lidhje me Manhattan me vendet tjera që kanë shtëpia, kanë një jetesë familjare normale. Nice. Ku shkon në Amerikë, pasi ke ardhur për një punë ose diçka këtu, çfarë të mungon nga Shqipëria? Çfarë ndjesish ke? Po, të them të vërtetën, nuk e di është mirë apo është keq, po akoma nuk kam munguar as Shqipëria as Amerika, sepse unë jeta ime është e tillë që jam këtu, jam edhe atje. Dhe nuk e di a më merr malli apo vjen koha për të ardhur për një punë ose për anasjellës për të shkuar, që unë ambientohem dhe jam okay dhe di që të shkoj prapë shumë shpejt në Shqipëri ose në Amerikë. Domethënë nuk e kam përjetuar asnjë moment të malli. Më në fund jam ambientuar dhe me ushqimet e Amerikës. Kështu që edhe kur jam këtu mungon ushqimi atje, kur jam atje mungon ushqimi këtu. Nuk është se ka diçka që mund të them shiko se kur jam atje mungon sepse unë lëviz shumë shpesh. A ka gjëra që për shembull në Amerikë ti ke disa dekore, disa gjëra që lidhen domosdoshmërisht, por që i ke edhe në Shqipëri që nuk mungojnë kurrë? Unë e kam shtëpinë time, por i kam gjithë gjëra që dua në shtëpinë time, si këtu si atje, por nuk e di si ta shpjegoj, duke qenë se unë jam gjithkohës në lëvizje, as nuk e marr kohën ose të them që kjo gjëja, domethënë, duhet nëse bëhet fjalë për dekore, për gjëra të tilla, duhet ta kem patjetër këtu. E kupton sepse nuk e kam as luksin të ndalem ta mendoj këtë gjë. Sa gjëra të tjera që duhet unë t'i kem si Adrol, i kam nga dy. Kur i marr nga dy. Që ta di se kur shkoj atje ta kem edhe atje. Domethënë, të dyja shtëpiat i ke personalizuar, domethënë kjo këtu me patjetër. Po, nuk kam rrugë tjetër. Nice. Nëse do ta nga shtëpia, e dim, do ma gjumi, kuzhina, gjitha. Nëse do ta përshkruaje Shqipërinë si një dhomë, shtëpie. Cila do ishte një nga këto dhomat ku ti harxhon dhe kohën më shumë ose e ke më chill se unë për shembull është dhoma e gjumit që unë harxhoj. Vjen të shpëroj po. Ato dhoma e gjumit, domethënë nuk e di, shkoj në Amerikë dhe unë realisht lodhem shumë. Lodhem ekstrem shumë se jam gjithkohës në lëvizje në Shqipëri, Kosovë. Atje Connecticut, New York, unë jam gjithkohës në lëvizje. Dhe shkoj kur kam punë për shembull, në gjithë mbyllem te krevati jem në Amerikë, vjen buka te krevati, llastohem pak si shumë nga prindrit, po. Një gocë kanë lajtaj, s'kan çfarë. Ka lezet. Edhe vjen vajin, po shiko se hajde dalim, po bëjmë ndaj gjë. O, ta dish ti, qa jam të përjetuar, qa lumëtërie, kam të krevati, këto vetëm linjë rahat, do me thonë e du shumë, atë kohën të krevati im, të dhoma ime, unë e të fshëroj. Nështë dukem shumë një pa ambicje, por kështu është e vërteta ime, kupton të doj tani. Prandaj na ka i cma beti se jemi njësoj. Jemi përshtatur. Jemi përshtatur. Le të kalojmë pak një moment tjetër. Tek Troji. Jeta mamës, po. Dashuria jote më e madhe. Si ka ndryshuar koncepti jot i shtëpisë kur je bërë nën? Se mendoj që çdo vajzë grua ndryshon shumë kur bëhet nën. Edhe shtëpia është një aksesor, mund ta themi, por gjëja më e rëndësishme. Unë jam bërë nën e re. Edhe po tregon shumë e sinqert në këtë pikë që do them tani. Dhe përveç se unë bëra nën ndjesia nën se gjitha me radh, unë një farë mënyrë rrita bashkë me Trojin. Edhe nuk e kisha shumë të qartë se jeta kalon shumë shpejt, se vitet kalojnë, se duhet kapësh momentin, se duhet ke përgjegjësitë të tjera, ti të kesh një shtëpi, të kesh atë.
edhe po m'kalonte koha pa kuptuar shumë gjëra, përveç marrëdhënies time me Trojën. Ajo është tjetër temë. Po një lidhje me përgjegjësitë e mia për të ardhmen me Trojën, po flas. Po mendoja për të tashmen e për të ardhmen. Dhe në një pikë që kuptova se djali im deri në këtë pikë ishte duke bërë një jetë shumë të mirë, po nuk kisha menduar për të ardhmen e tij. E kupton? Dhe në momentin që unë kam blerë shtëpinë në Tiranë, vetëm kam thënë kaq, sapo është firmosa e kontrat, kam thënë Troj, ti e bërë me shtëpi tani, kjo është shtëpia jote. Ka qenë emocioni më i madh i imi, si dhe thash, okay, unë ja dola 30 vjeç, djali tim ja bleva veç shtëpinë, e kupton? Unë jetoj bashkë me këtë, po flas që është e tij. Është e tij. Dhe kam pas një krenari të jashtëzakonshme dhe një faleminderit nga Troj. O zot, nuk e di, domethënë nuk di, akoma nuk e kam definuar si emocion, si e kam përjetuar këtë gjë, por e kam bërë një krenari shumë të madhe brenda vetes time. Dhe pjesa që sigurisht, dhoma e tij, gjëra që i duan Troj gjithmonë, domethënë kur u futa në atë shtëpi ishte, okay, kjo është për Trojën, ajo është për Trojën, blem këto gjëra sepse i duan Trojt, e kupton? Po, normal. Sigurisht është pjesa që i takon atij dhe sigurisht që tani unë jam 32 vjeç sot edhe gjërat i mendoj më ndryshe, më shtruar, më me afatgjatësi, jo më momentin. Normalisht Troji është në Amerikë, se studime, gjitha gjërat, i ke dhënë një zgjedhje shumë të mirë, mendoj. Besoj edhe unë dhe shpresoj që të jetë ashtu. Edhe do të jetë shumë mirënjohës për këtë zgjedhje që ke bërë, më beso. E thënë nga unë që besoj që do jetë edhe e di se çfarë edukate duhet i kesh dhënë, kështu që është e padiskutuar. Në Amerikë përpiqesh që t'i japësh në një atmosferë shqiptare Trojit, në dhomën e vet ose në gjërat e veta. Jo, unë jap shumë atmosferë shqiptare Trojit. Edhe po shikosh chatin tim me Trojin, është ai anglisht, unë shqip. Unë i shkruaj gjithmonë shqip edhe ka filluar të shkruaj pak shqip, s'dua ta humbas shqipen. Flasin, po fillojmë vetëm tek e folja si fillim. Por shiko, unë jetoj për prindrit e mi dhe është e pamundur që ne mos të kemi ambient shqiptar brenda shtëpisë tonë. Si lloj në ushqimeve, si në një mobilje, si një fotografi, si një kujtim që kemi marrë nga rresheni, pra e ka gjithmonë atmosferën e Shqipërisë, që unë kam shumë dëshirë Troj ta mos e humbas, se ne kemi, domethënë, unë ankohem ndoshta edhe shumë shpesh herë për ne. Dhe veten për popullin ton, për gjërat e të mira që mënyrë si funksionojnë, po. Por ne kemi vlera shumë të mëdha që unë realisht çdo vit, çdo 3 mujor të verës unë vin në Shqipëri bashkë me Trojën dhe shikoj që ai ndryshon për mirë dhe dua ta ketë brenda vetes vet. E ka gjakun e shqiptarit patjetër, po dua ta ketë edhe edukatën tonë dhe atë mirënjohjen tonë dhe ca vlerat tona që ne i kemi mundohem shumë shpesh t'ia them. Edhe shpresoj që Shpresoj që ta ruaj këtë disa nga traditat tona dhe vlera që ne kemi. Si që kemi për shkak që duhet të respektojmë gjyshin, kur vinë në shtëpi. U kam vënë re diçka me Trojën, sado që mund të ketë mërzit me mamën ose babin tim ose ku diun se mund të situata në familje një moment. Nëna gjyshi natën e mirë, dhe si përse vaj nuk mbani natë, kupton dhe i don pafund gjyshërit e tij dhe nuk e di, ai ka zemër shumë të madhe ai djalë. Unë mendoj që është copy paste. Copy paste, edhe në fizik, edhe në mënyrën e edukatës çdo gjë. Nuk pëlqen fakti që ka nervat e mia, po s'kam çfarë bëj, duhet duroj veten time tani, kështu që. Nuk kam me adrojë. Po tani s'ke ta bën. Keni rituale që i ndiqni bashkë në shtëpi, kur e kaloni momentet të dy bashkë? Ne kalojmë shumë kohë bashkë, në shtëpi nuk mund të them që kemi atë gjë që ne dy e bëjmë bashkë për vetë momenteve kur atij duhet një detyrë që ka besim te unë ose një situatë që s'po shkon edhe duhet jemi duke e fol bashkë të temën. Por e kemi një ritual, mund të them ndoshta, nuk e di, po është gjëja jonë që ne të dy kur udhtojmë, Troj nuk është i ka shumë çe udhëtime, por gjithsesi udhton sepse mami vet udhton. Po. Dhe ne kemi këtë gjën tonë në makinën tani. Okay. Sa futemi në makinë të dy, marrim telefonin tim edhe një këngë një këngë ai, një këngë ai dhe shijojmë shumë. Domethënë dhe kemi këngëtar të përbashkët që na pëlqejnë të dyve. Kështu që kemi bërë 2 show që shijojmë bashkë rrugën me muzikë edhe me muhabet edhe me tema që ai është 12 vjeç, do mendoj se është shumë i vogël, por bisedat që bëhen me Trojën, unë jam domethënë thjesht a jam gati të jem nëna e tij, domethënë sepse më vërtet është një fëmijë jashtëzakonisht shumë i zgjuar edhe nuk e di, domethënë përveç i zgjuar mendërisht edhe emocionalisht. Që vlerësoj pafundta edhe adhuroj, po thjesht nuk dihem sikur nuk jam gati të përballem me çfarë ai do të flasë. Ka pyetje shumë sepse normalisht fëmijët janë shumë kuriozë dhe vjesh në siklet se po rritet një gjenerat shumë me zgjuar dhe ka shumë pyetje. Ka pyetje që kanë qenë momente ku unë mendoja që nuk isha gati të përgjigjesha, por kam harruar që ajo është i vogël dhe jam mami i tij dhe kam fënë një djalë të rritur. Në mendjen time po shitroj përballë dhe nuk e di se si unë ka kuptuar. Edhe ndihem shumë mirë dhe
shpesh gjithmonë shkruaj mesazhe, jam shumë e lumtur që jam edhe shoqja jote e ngushtë, vetëm mami jote, kupton? Kam një marrëdhënie shumë të mirë me të, që nuk më gënjen kurrë. Pa marrë parasysh çfarë ndodh, ai është gjithmonë duke më treguar vërtet edhe jam e qetë në këtë aspekt me të, por e di që ka shumë besim te unë, kuptimin që e din që i flas si shok, nuk i flas mos si fëmijë. Do të thonë jam shumë e sinqertë me të, edhe nëse gjërat e mia nuk janë duke shkuar mirë në marrëdhënien time, në jetën time, në shoqërinë time, ai din gjithçka për mua, ai është me vërtet dikush që edhe më jep edhe këshilla. Zemra. Di që është shumë e tepër që po kështu është realisht, po e ka gjithmonë që it's okay. Po s'ka problem, po se unë nuk jam ashtu, unë do ta bëj kështu këtë gjë, sepse unë kështu mendoj se sipas meje kjo është e drejtë, nuk dua ta bëj si ai tjetri, e kupton? Dhe unë kapin atë që pse s'ja bërë edhe ti këtë gjë për shembull një shoku, po unë nuk jam si ai. Edhe them me vetëm mos e ngarko djalin me inate, e kupton se ai sik meja se ato duhet të jetë mbreti i botës, e kupton? Patjetër, dhe uroj shumë suksese në gjithë shkollimin e tij. Do të bëj shumë krenar, jam i bindur. Dua të bëj shumë krenar veten, po jam shumë, këtë e them gjithmonë, shpresoj që ta ruaj veten e vet, sa ai është me vërtet një fëmijë me shumë vlera dhe uroj të mos humbase në kohën kur vjen adoleshenca, pa siguri, se ndodhin shumë gjëra në jetën tonë, sa dhe kur rritemi dhe e njohim mirë veten, është shumë delikate. Me që jemi te troj, shpesh herë s'ka gjë. Zi alarmi i mëngjesit. Alarmi i trojt në fakt duhet zgjoj trojin. Okej, zgjoj. Vetëm ta zgjoj, më fal. Mos ta humbim. Mos ta humb dhe unë të pyetjen që kisha në mendje tani. Okej, s'ka gjë. Merr shpirtin pa. Është ora që të zgjot për të shku. Jet. Au zgjove? Okej, kam më shpirt. Të dua shumë. Paqem shpirtim, ciao. Me që jemi të troj dhe pjesa e mëmësisë, shpesh herë unë flas edhe me mikeshat mia që keni një jetë ritmi dinamike shumë të madh. Pra jeni kudo me punët, me ngarkesat. Gjatë gjithë kësaj periudhës së rritjes së trojit, a ndihesh ndonjëherë në faj për ndoshta nuk e qenë prezente ose diçka? Do ndihem përjetësisht në faj. Edhe kjo është diçka që unë pa marrë parasysh sa bëj për trojin, sa bëj. Është detyra ime për të bërë, po. Dhe kush ndihet mjaftueshëm çfarë bëj në raport me trojin, unë do ndihem përjetësisht në faj, sepse unë gjithmonë them duke u luftuar, duke munduar t'ja dalë, duke munduar që të kemi një jetë të mirë, unë po mbas një kohë shumë të shenjtë dhe të shtrenjtë me trojin. Por falë Zotit, troji është një fëmijë që nuk e di, kam pas një bisedë me të në fakt para një muaji e gjysmë dhe nuk e ke idenë sa krenari jam dhe kam ngel pa fjalë. Ishte para Halloweenit edhe më thotë do dalim me shokët e mi dhe me babin e tyre për të shkuar pa Lora që kanë dalë lodrat në Halloween. Okej, hajde shkojmë. Dhe unë me trojnë nuk them kur jo, kur ai për të blerë gjëra që don ai. Edhe ky shoku i thoshte babit vet, do ma blesh këtë $5, $10 o bat lutem, ai nuk i bleu asgjë. Dhe unë marr trojnë anë që them mami mos blej që tani, pse mos i bëj unë ndjen keq, blejm pastaj. Okej, nuk marr gjë, se kështu është shumë i gjushëm, është shumë i kujdesshëm. Është jashtëzakonisht fëmijë vërtet shumë i mbar. I them makina, unë ndam nga ato dhe shkuam në një vend tjetër. I them, o troj tash unë mendoj se po gaboj shumë që s'tem kur jo ty për gjëra që do të blesh ti. Edhe unë mendoj që gabon, tha. Mendoj që gabon shumë. Okej. Edhe nuk fola, për një moment u preka. Kupta dhe ai. Dhe vazhdojmë bisedën që më ngili mendje, thash, po shiko, troj, unë ndihem shumë faj me ty, thash unë. Po çfarë ndihesh ti në faj me mua, tha? Po unë ndihem shumë faj që duhet lojtiki, të punoj, që këtej, që... Po çfarë ndihesh në faj? Ku është faj? Jo, këtu këtë se kuptoj. Edhe më këty. Po që ti mungoj ty, nuk është jam të bëj detyrën time si mamë, duhet të jem gjithë kohës me ty. Po ti po punon, unë nuk po mungon asgjë, unë po ndihem shumë keq kur ti nuk më thua kur jo për asgjë. Veçan këtë e kam pa dhe kam thënë pse o Zot më don kaq shumë. Ato një fëmijë që ishte 11 vjeç, më tha këtë muhabet që unë ishte maksim më i madh për të përballë me trojin, e kupton? Dhe më tha, unë ndihem shumë keq kur ti nuk më thua kurrë, më duket sikur të shfrytëzoj, që unë kam gjithçka çfarë dua ti më thua kur jo. Unë nuk e di. Përveç se unë ndjeva krenare pa fund, thash, okej, troj po më fal. Troj është duke më fal, e kupton edhe pa marrë parasysh çfarë bën për fëmijën tat, kush do ndihet nuk është mjaftueshëm. Sa do të rish me të, sa do t'i bësh gjithmonë të ndihesh sikur po gabon me të, e kupton? Ama unë kam pak a shumë të dyfisht, mendoj se me vërtet unë dukem bukur, u vesh, doli në emision, doli në një darkë, bëri ca foto të bukura, kam një për të duk, për të bë, po kjo është forma se si unë ushqehem. Bashkë me djalin tim, e kupton? Unë po krijoj çdo mundësi të mirë të tij. Dhe më duket sikur arsyetohem shumë për këtë gjë faktikisht. Po, edhe nuk duhet ta bësh.
Nuk do ta bëj sepse askush nuk e din sakrificat e mia dhe vërtet. realisht çka kam kaluar unë për këtë gjë. Por fal Zotit, jam mirë dhe djali im është shumë mirë në çdo kuptim të mundshëm, që vetëm Zot më ruaj të mos ta ham sysh. Mashallah. Edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe krenare realisht. Se kur ndalon të mendosh tu, po unë ja kam dal. Unë po e shoh fëmin tim, po e shoh çfarë drejtimi po merr, po e shoh se si po rritet, po e shoh se po ja krijoj çdo kusht vet, pa ndihmën e askujt në për jetën e mia duke më ndihmuar shumë dhe nuk mos kisha pas ata, unë do kisha pas luksin. As tisha këtu me ty sot. Kupton, kështu që nuk është se jam duke bërë gjithçka vetëm, po që realisht po ja dal mirë. Edhe këtë mendova se duke qenë që ti e qetë në këtë pjesën sepse e ke lënë pranë familjes tënde në një shtëpi të lumtur, e dim pa merak që nuk ka asnjë. Jam shumë e qetë. Jam ekstrem shumë e qetë dhe falenderoj Zotin se them realisht mu Zoti më ka dash shumë, që më ka sjellë edhe shumë zbatica në jetë, por që realisht e kam pas atë themelin e kam pas shumë sigurt. Faleminderit Zotit, domethënë. Sa bukur. Si kaloni festat e fundvitit bashk? Ne jemi shumë njerëz, un kam shumë nipër dhe mbesa. Un kam 8 nipër dhe mbesa. Ne çdo festë kalojmë gjithë bashk. Fëmijët tanë, më e madhja është 13, më e vogla është 2-3. Bëhet një kaos i pak në shtëpinë tonë, nuk di çfarë them. Plus kemi edhe shumë njerëz tjerë në Amerikë që kemi kushërinë, bëjmë disa vetë, çdo festë me Krishtlindje, me vitrim, me gjithë e kalojmë së bashku. Amaj, domethënë as nuk duhet na shohin më sy përveç dhuratave. Goa dhuratave na duan. Dhuratat. Momentin që kanë mbaruar dhuratat, vetëm vazhdojnë rutinën e vet dhe nuk lejnë gjë pa bë. Por jam e lumtur që troj porit me kushërinë e tij, sepse me vërtet janë ose ti madhuni du pafund ata fëmijë, domethënë o shpirtin ta mbushin. Nuk di, janë secili ndryshe nga tjetri, nuk di kë zgjedhësh kush është më i mirë, këdo më shumë se nuk e di, janë aq special, aq të bukur, aq të mirë sa unë them, o Zot mori, Zoti i madh, faleminderit që na ke dhënë gjithë këtë pasurinë, se pasuria më e madhe ajo është. Sa e bukur është. Një shtëpi që mbushet komplet me lumturi në periudhën e festave, kur janë gjithë familja bashkë, është gjë më e bukur. Është një lumturi dhe unë. Ose ndoshta mendoje për jetën e gaforit kështu se është kështu me vërtet, po. Jo, duhet të jetë kështu. Ne kemi më fat nëse e kemi luksin për këtë gjë. Besom, e kam thënë një herë më herët, unë kam kaluar një periudhë shumë të errët që nuk shifja asnjë gjë të mirë në jetën time, që më kishte radh një perdë syve të mi, dhe kur jam zgjuar nga i gjatë, kam thënë si më Zot u verbova, nuk kuptova sa njeri me luks të madh jam në jetë. Unë jam vetë 16 në Amerikë, vetëm mami, babi, vëllezër dhe nipër e mbesa me trojnë. Dhe jemi gjithë shëndoshë mirë, jemi gjithë shëndetshëm, gjithë lumtur, si mirë, sa do më shumë. Jeta ime, unë këtë e them çdo mëngjes, o Zot, faleminderit që më ke bërë. Kur e patë këtë momentin e reflektimit? Çiko, unë kam kaluar, e kam thënë disa herë në fakt, unë kam kaluar një periudhë shumë të errët për gati 5 vite ditës time. Dhe bukfalisht mu deshën 5 vite ose 5 e gjysmë që unë të filloja të rimerja veten, kur e shifja veten me një si mund ta themi, një marrë tenxhere shumë të madhe të thellë, që ti nuk e shumë e vogël për ta tenxherës thellë, edhe sikur ishte një lukë që vetëm më sillte kështu, nuk kisha nga të diell, nuk po dilja dot, nuk po e gjeja kur rrugën për dal. Derisa erdhi një moment me terapi, me meditime, me psikolog, me këto që unë fillova të rimerja veten. A ishte shtëpia vendi ku ti ndoshta ndjeje një farë paqe? Jo, nuk e dija veten askund, ishte tepër në çdo vend që shkoja. Nuk kisha ndjesha jo mirëpritur në asnjë cep. Dhe ishte dhimbja më e madhe që kam përjetuar në jetën time. Domethënë nuk ishte askund shtëpia ime më. Kush ishte afër teje? Shiko, unë jam, jo vetëm unë, po mendoj që ne si popull nuk si mi marr shumë emocionet e njëri tjetrit. Jemi marr, a ke bukë me hëngër, a ke këpucë me vesh, edhe a ke shtëpi me fut kokën? Kaq. Më thënë jemi marr. Dhe unë ndërkohë po përjetoja një tranzicion, një terror, shumë gjëra të bëja po ndodhin në jetën time. Gjëra që mendoj që njerëzve normal ndodhin në 60 vite, unë ndodhen në 5 vite në një moshë shumë të re, kupton, nuk dija ku isha. Nuk dija ku isha. Edhe kisha shoqërinë për rreth, sepse nuk doja, e kam thënë nuk doja të ngarkoja më shumë familjen time se gjë e kisha ngarkuar. Me mënyrën si po vinte jeta ime, e kupton? Që jam shumë mirënjohës rrethit tim, po në fund ditës e gjeta vetëm. E gjete vetë, rrugën drejt vetes. Po kur ti nuk je gati të shpëtosh, nuk shpëton dot askush. Edhe kjo është fakt. Dhe mu desh realisht merresha me adronën, të mendesha ajo dhoma ime, që po flisja çfarë do dhom kam sërish. Kisha një pasqyrë përballë dhe unë shikoja çdo ditë veten, po ja Adrola, ti nuk duhet të jesh këtu, ti nuk je kjo, zgjohu, ti ke këtë të mirë një çka po ndodh me ty, e kupton? Pavarësisht se zgjoll e
fole vetë me Adrolën, më vjen shumë mirë që je falendëruese ndaj gjithë njerëzve që të kanë ndetur Jam pranë. shumë falendëruese sepse realisht nuk është e lehtë të kesh për një kohë të gjatë dikë që është duke u ndjenë non-stop negativ, non-stop, duke u ankuar, jo, po kjo s'po shkon mirë, është shumë e lodhshme, edhe unë e di këtë. Edhe realisht jam shumë mirë njohës dhe kur takoj sot njerëz që kanë problematika, nuk është se përfshihem 1000%, po mundohem realisht shumë të jem afër sepse kam kaluar vetë e di sa shumë është e vështirë, sidomos kur ndihesh vetëm. Ti mund ta kesh gjithë botën që duan, po ti thjesht ndihesh vetëm për kaq. Dhe kaq. Në sy të gjithë njerëzve je ai njeriu, je vajza e bukur, e qeshur, pozitive, me kaq pozitivitet, me kaq dashamirësi, shkëlqen gjithmonë. Kur je vetëm, çfarë ndjesi e ke? Kur i ka ajo dhoma e gjumi që më the mua që aty e kam atë strehën time? Apo tani kaloj çdo gjë dhe mendon vetëm për gjërat e bukura që do Jo, vijnë? nuk mendoj për gjërat e bukura, mendoj se është gënjeshtër se dikush e thot këtë. Mendoj se gjithë ne njerëzit kemi pasiguritë tona, kemi momentet tona dobësisë, që mendoj se do jenë gjithmonë në jetën tonë, se unë e kaloj një problematikë, po vjen një tjetër, se jeta ndryshon, përgjegjësia ndryshon, marrëdhëniet ndryshojnë, vitet kalojnë si për prindrit, fillon ke shumë lloj gjëra që ndodhin në jetë. Që të vinë mendje. Dhe asnjë moment nuk besoj se vjen një moment pa gjë që thu tani s'ma ndjen më për asnjë gjë, unë i kalova gjitha dhe jam mirë. Jo, vazhdon akoma, ka momente, por të paktën tani jam shumë e lumtur që kam filluar të futem vërtet te guacka ime, nuk stresoj më njerëz, nuk ngarkoj më njerëz. Mundon ta kaloj me veten sepse tashmë e di që do kaloj. Para vdes do kalonte kurrë. Sot e di gjithçka që ndodh do kaloj, thjesht duhet koha vet për të marrë formën që të kaloj, që të mësohesh, të jetosh me atë lloj mënyre apo ku diun çfarë do qoftë ajo. Si është ti edhe një modele, edhe një grua në karrierë, se normalisht kërkojnë empijimin e tyre, edhe nën, po ti je përfshirë edhe me gjithë të rrethin e kushërinë, familjes. Sa i lodhshme është, se mendoj që është shumë e lodhshme ndonjëherë, ti bësh gjitha për herë. Nuk dua të tingëlloj as pak negative, egoiste, se deri tani po thoja sa mirënjohëse jam ndaj njerëzve, por kam marrë në pikën që kam filluar të vendos pikat mbi. Dhe në momentin që unë nuk ndihem e vlerësuar aty ku jam, pa marrë parasysh kush është, unë thjesht shkoj një javë mbrapa dhe as nuk ke shans të afrohesh më pranë meje. Dhe kjo është për të rujt Adrole, nuk kam më kohë të humbas për asnjë njeri, nuk kam kohë për kushtovë në për njerëz që të shikojnë si një vegull pune, sepse shohin si vegull për të përdor për hapat e tjera, kupton, dhe nuk jap më kënaqësinë ta bëjmë këtë gjë. Kam njerëz që dua pafund dhe jam aq shumë e faj që i kam një, që jam gjendje të bëj gjithçka për ta. Por në momentin që shikoj që dikush po më merr, shumë kanë marrë atë mirësinë dhe respektin për të mirëqenë dhe për dobësi, dhe nuk e toleroj më, sepse unë vërtet o të dua të dua, shumë e thjeshtë për mua, e kupton? Dhe por dashurinë e kam shumë të madhe. Në çdo marrëdhënie kam dashurinë të madhe, si dashuri, si familje, si shoqëri, si në farefis, ku duash, po të desha të du me shpirt, e kupton? Ai sa kam unë fuqi është maksimumi im. Dhe kur më kanë marrë, më kanë përdorur për keq, unë keqja më ka bërë shumë thjesht të ruaj veten, nuk hakmerrem, nuk kërkoj të ta kthej, po thjesht unë jam zej se nuk kam ekzistuar kurrë për ty, edhe sikur të kem mund të ndihmoj prapë nuk të ndihmoj më. Ajo është mënyra si hakmerrem ndoshta, nuk të jap më asnjë mundësi. Kaq. Kështu jemi ne. Gaforet. Ai është mirë dash keq në herë. Jo, prandaj më vjen keq për gaforet sepse e di shumë mirë që janë full emocion. Edhe kjo emocione ka dhe emocione negative, sigurisht, nuk është gjithmonë vetëm shumë mirë puna e emocionit, po mos tuaj me dikë që është fut në këtë zjarr me dashuri. E kupton? Fix. Personalisht je përmbushur? Po. Full love. Faktikisht dia kisha një xhirim dhe më pyeti një miku im, tha, "Ha, Tola si je?" Mashallah, thash nuk kam qenë kurrë të mirë. Faleminderit Zotit, kështu që shpresoj të jem në këtë pikë. Edhe të jem mirënjohëse pafund Zotit, sepse realisht kur kam filluar të jetoj me mirënjohje, gjërat e mia kanë filluar realisht të marrin mirë. Por të mos kërkoj gjithmonë atë negative në të gjërat, nga frika që ne kemi, nuk jemi negativ, por nga frika që kemi, kërkojmë atë të keqen. Një falenderues vëlla, gjithë gabojmë, edhe unë gaboj, gjithë gabojmë, kështu që mirënjohja është virtyt e një njeriu të madh, kështu që urime. Sepse është e vështirë ta fitosh, kështu që vërtet është, po. Është gjëja më e bukur dhe gjëja që cilët aq shumë të mira pastaj. Nuk është çështje interesi, po çështje përmbushje dëshire. Po, sa e përmbushur je. Kalojmë të njëherë te shtëpia. Hajde. Kalojmë të njëherë te shtëpia. Do futem në shtëpi, po shikoj sa më dal. Po. Ama gjithë emërusi përbashkët të shtëpia, në gjithë gjërave që na ndodhin në jetë. Ti çfarëdo kudo që ti jesh, ajo shtëpia të mbledh dhe thu, "Ok, faleminderit që jam këtu ku jam." A ke ndonjë ngjyrë të preferuar në shtëpi? Që e do me domosdoshmëri të ta kesh?
Se thash, unë dua atë reatikun, Atë qetësinë, atë thjeshtësinë. Ka brenda shërime pasqyrat, nuk ka vënë pëlqej vetja shumë do kohë fundit, ne vetëm në shtëpi, po kur do them, as sikur të ishte një pasqyrë këtu që ne. Na hyrë vetja në qef breqni, thonë, më japë mirë po të kur. Po kjo, nuk e di tani që po mendoj, po që u futa pak, realisht kam rënë dashur me pasqyrat. Dua t'i kem kudo. Dua t'i dhesh. Për vetë. Nice. Ka deliruar kjo tha. Ja, se nuk është. Po këndi jo t'i preferuar në shtëpi përveç dhomës së gjumit. Divani im. Divani. Ku unë ulem para televizorit, ku unë marr ato gjërat e mia të palejuara që ti ha. Okej. Unë jam një bebe. Pse jam 32, jam një bebe vogël. Okej. E shikoj filma pafund Netflix. Fillon njëri Gjithkohon. mbaron tjetri. Fillon njëri mbaron tjetri, po. Le të kalojmë te pjesa e pajtonit. Arsyes pse jemi. Ai është pse jemi këtu. Fillimisht çfarë tërhoqi tek qendra pajtoni si bashkëpunimi i parë, domethënë si mes nesh. Po, unë kam diçka për të thënë në fund këtë gjën. Unë kur merrti oferta propozimi për pajtonin, sigurisht e kisha parë, s'ke këtë mustashor, s'është sa hyrë në Tiranë, godinë e madhe, e dija. Më thonë që më bëhet fjalë për për shtëpi, për gjëra shtëpie, për mobilerie këtij andej. Edhe thash, okay, hajde ta shikojmë Çfarë është? Por, gjëja që unë kam vlerësuar këtu te pajtoni, shumë sinqerisht, është jeni ju, ekipi që merreni me mua këtu. Do me thënë, nuk dua t'i nglloj keq, nuk dua t'i hyj thellë kësaj temës, por është bërë shumë e lodhshme bashkëpunimet në Shqipëri, sidomos me vajza. Gjithmonë ti shkon takohesh, por rrallë herë takohesh me njerëz serioz që qëllimi është me vërtet marrëdhënia e punës. Do me thënë, edhe unë këtu kam gjetë një qetësi dhe një luks, ti e ke parë hera parë, me herën e fundit që unë vi këtu, herën e parë kam marrë si e ngrirë këtë takoj, si këtë andej, kur kam parë dhe kam të bëj, unë vi si shtëpinë time, unë kënaqem me shijoj aq shumë, Jemi ekip fantastik. Të bëhet fan, unë e shijoj realisht kur vi këtu. Sa mirë. Kupton? Dhe përveç kësaj, për pjesën e mobiljeve, unë i kam dhe shtëpinë time. Shijoj pafund, janë vërtet fantastike, kam vënë re edhe me çmime që janë çmime realisht mira, nuk janë gjërat jo cilësore, po janë shumë cilësore dhe me çmim realisht mirë. Kjo është një kombinim fantastik. Dhe kam qejf të merrem e du ta shoh vetëm pikërisht te kjo gjëja. Jo te gjëja që nuk preket me dorë dhe e blet ajka. Nuk e dua atë gjë, sepse nuk jam unë, nuk i përkas unë asaj gjës, nuk e dua atë gjë. Për të gjithë. Unë dua këtë gjë që preket, që ti ke mundësi ta shijosh, po të kesh mundësinë ta kemi shumica. Shumica edhe jam shumë falendërues sepse në fillim fare kur kemi bër bisedat e para ke qenë realisht të dish se jo, më nuk je ai personazhi tipik që vetëm terdhi një bashkëpunim ta kapësh në dorë. E ke marr, e ke trajtuar, e ke ardhur, e ke parë nga afër gjën, e ke studiuar, edhe më ke thënë, Ylber, do ta flasim gjatë dhe pastaj do të vendosim pikat mbi. Nuk do të flas prapë për këtë temë, shumë sepse nuk jam as e zonja ta artikuloj siç duhet, po unë nuk dua të jem influencere. Unë nuk jam influencere. Unë mendoj që atë çmimin që kam marrë si mis, unë e kam merituar. Edhe besoj realisht meritoj. E meriton. Kam punuar në Amerikë unë nuk mburem kurrë për veten. Por kur vjen puna që shikoj çfarë po ndodh sot, shikoj duhet flas dikush për mua, të flas për veten time. Kupton, jam duke punuar me kompani me vërtet shumë të mira prej vitesh. Shumë gjëra I kam humb për këtë gjën këtu, për zemrën time që sot them kam gabuar, po it's okay, atëherë ashtu e kam ndjedhur, ashtu e kam bërë, it's okay. Kam punuar për gjëra që me vërtet janë vlerësuar shumë në Amerikë, po edhe në Shqipëri. Unë kam marrëveshje shumë të mira disa vjeçare që punojnë në Shqipëri, bashkëpunime të mia shumë gjata, dhe unë nuk mundem sot daj. Të reklamoj sot pajtonin, nesër atë, pas nesër atë, një ditë një ilaç, një ditë tjetër një kut. Nuk e bëj dot. Do kam respekt për punën time që nuk respektohet në Shqipëri. E di që puna ime nuk respektohet në Shqipëri, nuk të gjë e di. Ama unë du ta respektoj për veten time, për atë rolën. Dhe nuk dua kurrë të bëhem se ajo parja kuqe që të del në çdo vend, nuk dua të jem ajo. Dua të kem bashkëpunime që janë edhe serioze, personalisht, edhe bashkëpunime që mua edhe më ndihmojnë për emrin tim. Pra unë kënaqem kur e shikoj pajtonin në televizion. Kënaqem sepse është një reklam e bukur, është një brand serioz. Mua nuk ma merr fytyrën as në natyrë dhe kemi një bashkëpunim fantastik. Fantastik. Dhe realisht e shijoj këtë gjë, është kënaqëri për mua, nuk është vetëm për ju, për kompaninë. Patjetër. Është vetëm një ndërsi. Edhe ne direkt kur kemi menduar që do kemi imazhin ton për gjithë vitin edhe uroj që të vazhdim të jemi shumë më gjatë, ishte direkt kështu sa po mendojmë Adrogjën. Se edhe ma keni thënë, se nuk ta thon, nuk duan të t'japin kreditin që ne të duam të kemi këtu, se po një po se mos këtë.
Unë e kam shijuar shumë bashkëpunimin sinqerisht me ju sepse përveç sigurisht është bërë një marrëveshje e gjitha, por ka qenë një dashuri, një respekt shumë intersill nga dy palët. E ka qenë e këndshme. Po, unë mendoj që kur një punë e duan të gjitha palët që të shkojë e shkon shumë. Edhe po shkojmë shumë mirë dhe shumë Unë jam një natyrë që e di që s'do besoj njëri për këtë që do them, po më kanë ardhur bashkëpunime që kanë thënë sa lek do bëj këtë gjë. Jo, unë nuk shes patate. Është shtyra ime brapa kësaj gjës. Jam unë, jam mami trojt. Unë nuk harroj kurrë që jam mami trojt, nuk harroj kurrë që jam motra dy vëllezërve të mi. Unë gjithmonë e kam kokën time këtë gjë, nuk dua kurrë t'ja u shkel atyre. Ata nuk i njeh njëri publiku, po i njeh shpirti im, i njeh qenia ime dhe për mua ata kanë jashtëzakonisht shumë rëndësi, e kupton? Dhe nuk dua kur ta kalivin e kuqeni, edhe nuk ka ndodhur asnjëherë pa marrë parasysh ta mund të ofruar për diçka. Nëse unë nuk jam dhe respektuar, nëse nuk është kërkuar realisht marrëdhënie pune mes nesh, nuk ka pas shans të kem bashkëpunim me asnjë, nuk bëhet fjalë. Prandaj e shijoj dhe nuk më ndjen, dhe mos punoj fare, por paktën punoj një qetaj sa punoj. Po. Nice, por si shikon sloganin e Pajtonit? Të duash të jetosh në shtëpi drone? Shiko, kjo nuk është reklam, po është atrola. Do të thonë, sado që duket kontradiktore mënyra jetesës time me çfarë realisht dua dhe çfarë bëj, se unë nuk është se jam gjithkohës në avion dhe unika, unë që kam kohën që kaloj në shtëpinë time, e shijoj pafundin qëndrimin në shtëpi dhe dua pafund, sidomos në kohët më shi, sidomos në momentin kur ti si sot pak a shumë që nglita pak si me shumë vështërsi dhe as sikur mos dilja nga shtëpia. As sikur trimin aty ka ajo ngrohtësia e shtëpisë. Domethënë shtëpinë unë e dua shumë edhe në shtëpinë time, miqtë e mi kur vijnë janë shumë të lirë. Ndoshta është gabim çfarë po them, por pse është shtëpia ime? Pse paralel shtëpia ime do të jetë shumë ekstrem shumë e lirë, shumë e qetë, nuk ka aty rregulla. Shijoj, jenë shpirë. Më ç'a dush, bër ç'a dush. Shtëpi pra. Njësoj pra si të kam thënë unë ty kur ka ardhur. Rjes në shtëpi tënde. Ti nga shtëpia ka ardhur në shtëpi sot. Ashtu. Adrola, je natyrë që gatuan në shtëpi? Unë jam asistente. Shef. Jo, në çdo festë kur ne mblidhemi që gatuhet në shtëpi, unë jam gjithmonë njeriu që shkoj rritaj që gatuan. Shikoj, ndihmoj, asistoj, lajenës, janë gjithkohës aty, pra unë jam asistente shumë e mirë në kuzhinë. Nuk kisha haber fare për këtë gjën, po fare deri para një viti ndoshta, para 2 vitesh. Tani kam filluar të bëj ca gjëra shumë të mira. Gatun mami? Sot jam gatuan mami? Mami? Ajo normal që gatuash. Natës më thon bubuk, çfarë do të bëj mami? Direkt. Pra, pika sa jo më në shtëpi, sa sikur jam të ngrihet. A do më hangër? Kam filluar të gatuaj gjëra të mira, kam vënë bëj supë, të bëj avokado toast, të bëj, bëj pos gënje, e kam tentuar po s'ka dalë mirë, bëj gjellëra. Pak. Bëj mish. Kam thot bëj gjëra të mira. Kam filluar shumë vonë. Domethënë gjithmonë kam pas atë. Jam gjithë të kompleksuar se kjo as ditë gatuaj, jo, as ditë bëj, po të zgatuan, po shqiptar. Se ne, se bota thot ç'di vëlla, di me gatu, di me bëj gjë tjetër njeriu. Këtu ne paragjykohemi. Por tani nuk ka arë se mund të bëjnë tin për njerëz, po më ka arë natyrshëm sepse e shijoj. Tani shikoj 32 nuk ka. 32 vjeç nuk ka. Nuk kisha besuar kush do të jetë i bëja të gjëra bashkë për të gatuar, por po kam filluar të bëj gjërat e mira. Cilat janë objektiva që Adrola ka për 2026-ën? Shiko. Do të them vetëm këtë gjë. Objektiva që unë kam për 2026 është të ndash Zoti që të realizohen në jeta ime personale. E kjo është gjë që dua të vullos edhe të vazhdoj jetën përpara. Inshallah një bebush tjetër. Me një gocë të bukur. Okej, po ana profesionale. Patjetër, nuk kam plan të heq dorë deri kur të jetë momenti që unë mos t'jem më për atë gjë. Sigurisht nuk do jetë, shiko, në vitet ka gradualisht, nuk është se kam pas dëshirën të jem full aty më, e kupton? Sigurisht do jem për gjëra si gjithmonë, duke i përzgjedh, duke i qenë e kënaqur, duke i qenë marrëdhënie. Shiko, ke përgjegjësi në jetë. Nuk mund të vazhdosh gjithmonë në njëjtin ritëm, nuk e bën dot, e kupton? Bie tempi me vitet. Ke përgjegjësi, ke gjëra të tjera që kanë rëndësitë e veta, dhe sigurisht kjo puna jon nuk është puna që nuk sjell probleme. E kupton? Me njerëz përreth, me ky një pjesë e shoqërisë që ne komentohemi ekstrem shumë. Sa do të bëhemi si parizien se ne bëra një intervistë dhe thashëm diçka dhe u çon pesh. Dhe aty kuptova se me vërtet jemi akoma më keq. Akoma më keq se sa. Jemi më keq akoma. Si kishin kuptuar asgjë çfarë po thoja, e kupton? Sepse shpesh njerëzit nuk
nuk kalojnë kurrë, unë personalisht ndoshta me moshën edhe kur rritesh e kupton, por ndonjëherë njeriu do ta vendos drejtë e mori veten në vendin e dikujt tjetër. Edhe ky është problemi i atyre, më i madh se i sjellin problemet në vaja vetes vet. E Që vërtet. s'din të shpjegojnë asnjë gjë për jetën e tyre dhe e bëjnë jetën e vet çorb, lënsh, kupton? Po, e bën sallat gjithën. Dihet nga shkojnë dhe nga vjen. Adrol, çfarë do të thoje një vajze që është në një periudhë që nuk din ku është? Periudhë që ti e fole pak më Sa përpara. që më pyete për këtë gjë, se doja ta thoja këtë gjë, kam dash gjithmonë të them se kam thënë kurrë. Unë në momentet e mia kur kam dalë për intervista, kam treguar për jetën time. Elberti nuk mund t'i mund dot mua. Ti maksimumi do më dëgjosh, do më japësh një këshill si më kesh dhe kaq, unë shpitimet i shpitate. Unë këtë gjë e bëj pikërisht për këto vajza. Sepse unë e di që më shikojnë si një vajzë të arritur, ka djalin, ja ka dalë vetëm në Amerika, po udhton botën, po bën këtë, dhe mendojnë që unë jam në piedestal. Jo, unë kam shumë, edhe kam kaluar dhe prapë kaluar momente të vështira. E kupton? Dhe unë këtë gjë e bëj vetëm për të motivuar dikë. Unë nuk kam as nevojë të viktimizohem, se unë edhe me Shqipërinë, realisht unë jetën bazën time unë e kam në Amerikë. E kupton, nuk kërkoj gjë nga Shqipëria që unë më duhet hani cop bukë këtu, nuk di se ta shpjegoj, se dalë kontradiktori që këtej punin për bukë, këtej nuk e dua, po realisht thelbin tim unë e kam atje. E kupton? Dhe sinqerisht dal për ta bërë këtë gjë, vetëm për të thënë një gocë që më shet, thotë, shiko se edhe Adrola ka kaluar, pas të kaluar si unë këtë gjën, edhe unë doja dal. Këtë dua të arri. Këtë kaq dua. A ke menduar ndonjëherë se si do ishte jeta jote nëse nuk do ishte në Amerikë? A ke menduar? Kam menduar dhe e di shumë mirë se do ishte. Unë prap janë tema që do me thënë ne i flasim për tavolina dhe nëse i thuan televizor duhet të jetë do të përmbahet, si përmbahen këto njerëz jemi. Funditës to. Unë mbaj mend ku kam kaluar momentin tim që ndryshoi jeta ime pas lindjes djalit. Unë mbaj mend rrethin tim që më thonin ta kisha unë fytyrën tënde, do kisha bërë këtë, do kisha bërë atë, kisha lënë këtë me ran toll, do isha bërë milionere. Një muhabet do me thënë që o zot nuk di çfarë të them, dhe po të kisha jetuar këtu dhe po të kisha marrë vendimin të isha këtu, mbas se unë atë rrugë të kisha zgjedhur. Se mendoj që nuk ke shpëtim kur jeni atë lloj rrethi. Sa do i mirë ti je ti, po faleminderit Zotit që o Zot sa mirënjohëse jam, që kisha luksin me shku në atë vend ku shkova pas një cent, dhe Zoti më hapi dyert të rrugës fillova modelingun, por vetëm modelingun, tjetër. Por vetëm modelingun dhe fal Zotit unë ja dola. Nuk u bëra kurrë ajo diva që mbasi ndorrova për një moment, por ja dola për Adrolin dhe për djalin tim. Je lumtur me kaq sa ka arrir në jetën tënde. Vërtet shumë, nuk jam konkurs me asnjë, jam konkurs me Adrolin e vjetër, çdo ditë. Duke përmirësuar vetë. Jam me djen konkurs me veten, dua që mund të bëhem versionin më mirë i vetes, që njerëzit që më takojnë në jetë, jo për ata, por që kemi dëshirë të takojnë, kemi dëshirë të rinë me mua, dhe unë me ata dinë që nëse unë kam zgjedhur dikë ta kem një partner, po një mik, dihet safe me mua, se nuk ka gjë më të mirë në jetë. E mendoj se është luks, është luksi më i madh. Pam, të njohësh veten është luksi më i madh. Ne jemi duke shkuar mbrapsh, ne jemi të interesuar gjithmonë te jeta e tjetrit, mënyra e tjetrit, si funksionon tjetri. Për ekip se ka mund, po ti nuk e din se si mund ta ketë arrit ajo atë gjë. Mund ta ketë arrit, mund të jetë duke qapa asaj fotos që ka zgjedhur në Instagram. E kupton? Domethënë janë aq shumë të ngatruara gjërat edhe të keq për rinë. Është një fasadë e madhe ky Instagram. Është jashtëzakonshme. Unë dje po flisem një mikesh dhe po i thoja që Zoti më ka sjell në jetë njerëz të gabuar, po e them thonjca sepse unë nuk dua të jem pjesë e atyre në jetën time, po ata kanë qenë mësim për mua dhe unë kam zgjedhur marr mësimin nga ata. E kupton sepse në jetën time unë më kanë ardhur njerëz që po do t'i them këtu se do t'i them sigurisht, mbase nuk dua asnjëherë të përmendet emri atyre. I kam parë mesut e mi duke shkuar shumë keq dhe kam parë në Instagram duke ja dhuruar njerëz, të pitin person, e kupton? Dhe thoja me veten time, po unë nuk duhet të jem këtu pse I kam afër këta njerëz se do të ndikojnë keq jetën time, dhe më vonë kam thënë, ato kanë qenë mësimi im. Zoti më ka thënë për më dhënë mësim. Dhe fazon unë kam marrë atë mësim, nuk kam shkuar ta provoj vetë, po kam marrë mësimin nga këta, e kupton? Dhe është mirë të marrësh mësim ndonjëherë nga të tjerë. Po, unë mendoj që gjithmonë Adrola ti merr ca kusure, ca mësime dhe me këto kusure të blen disa mësime të reja prapë derisa të formësohesh dhe të gjesh veten. Ashtu është, nuk është e lehtë, shpeshherë humbet se të ndohesh, thua shiko se unë jam duke bërë këtë gjë, unë jam duke shkuar në drejt tek këtu aty, po nuk jam, nuk përmendet emri im si ati, e zi fillon të ndryshon ke vetja jote, thu, pse s'bëhem si ai. Po kjo ndon ca sekonda kur ti je një vetë, e kupton?
Dhe falë zotit nuk kanë ratë prej kurrë kësaj gjës. A është mirë Azraela që ndonjëherë të postosh për shembull imazhe si ju që kanë vite që kanë karrierën, kanë çdo gjë gruaja e bukur, çdo gjë të arrir. A është mirë që të postosh ndonjëherë edhe në rrjetet sociale përveç perfeksionit që shumica e bëjnë, po që edhe të postojnë këtë një moment keq të jetës tyre, që nuk janë mirë. Vetëm unë faktikisht, sepse unë jam ndikuar në këtë pikë. Unë kam bërë gjithmonë këtë gjë. Unë gjithmonë kam treguar ku nuk jam mirë, kam lexuar një quote Instagram, kam nxjerr me dhimbje me gjëra. Dhe më vjen keq që kanë arritë më manipulojnë që mos ta bëj më, nuk e bëj më. Sepse po se mendon ajo që e ke hedh për atë, se mendon se ti je në depresion, pse do ja bësh shefin atyre. Po, Adrola, kjo ka qenë. Unë më vjen keq që jam më kjo gjëja sot. Unë sot jam duke urrit mos ta bëj më që mos se jam manipuluar ose kompleksu duke më thënë njerëz përreth që mos e bëj këtë gjë. Ku i tregoj që nuk jam perfekte, unë nuk kam një jetë perfekte. Unë po luftoj çdo ditë. Ka momente kur unë as nuk ta merr mendja çfarë mund të ndodhë, budallëj që nga më të ndryshme që kam ngel në rrugë me makinë. Nuk e dëgjoj që jam duke luftuar vetë si një burr, e kupton sepse kjo është dieta dhe nuk mund ta nxjerrësh se do thonë ato se i bëj çefi. Më vjen shumë keq për të gjën, po kam radhën prej kësaj gjë sot. Dhe duhet të kthehem prapë te vetes sepse nuk jam unë, nuk jam e lumtur, unë kështu jam. Unë se vetëm që ti ke gabim, unë do ta them që ti ke gabim. E kupton? Duat unë po të thënë që kam drejt unë, po unë mendoj që kam drejt për situatë caktuar. Sot kam filluar të herë, nuk pëlqen kjo Adrojnë. Unë kam qenë gjithmonë shumë e hapur, shumë e lirë, dhe mendoj që kam rënë prej dhe nuk dua ta ndryshoj këtë gjë, duhet të kthehem prapë te vetja. Duhet të kthehesh prapë. Njerëz të kuptojnë që ne jemi gjithë njësoj. Jemi njerëz funditës, po. Si përballet Adrola me tash temet. Se okay, i mbyllëm gjithë gjërat e shtëpisë, kalojmë pak te këto gjërat pak pink. Shiko, çfarë thuat? Çfarë zgjojmë? Unë gjëja e parë dhe vetme që më shkon në mendje kur lexoj një koment negativ për veten, beso mos se jo është, o thotë si të ndihet nëse është e vllajem. Vetëm kjo më intereson. Unë e njoh vetën time dhe ata më njohin, po unë e di shumë mirë sa vështirë është të lexosh një fjalë të mirë për dikë tënde që ti ke shumë rëndësi për të. Djalin ka përdorit nesër. Domethënë unë mendoj në këtë formë. E di që nuk besohet dhe nuk kuptoj, po në këtë formë mendoj, domethënë, e kupton? Unë nuk bëj gjëra me zor për hir të atyre, po unë kaq dua dhe kaq bëj, unë rri dhe vetën time, e kupton? Dikur më kanë lënduar shumë. Më kanë lënduar. Sot nuk më lëndojnë më, thjesht them shpresoj që ata mos preken se e di që më njohin. Por kur ka pas të bëj, unë nuk kam reaguar në koment asnjëherë, por kur është bërë fjalë për djalin tim, mbaj mend një koment. Nuk e di nga dol, nuk e di, kjo është temë delikate, nuk duhet ta prek. Nuk jam kapitare sepse është pak delikate për të tjerët, jo për mua dhe mbase nuk del mirë që merrem me këtë temë, po më shkruaj një koment negativ për Tronin dhe unë për Tronin kthehem gjithë. Of course. Më prek aty, më shaj unë jam kjo, unë jam ajo, që më godit sa duash, po çfarë ke me fëmin tim, e kupton? Ai është jeta ime, ai është fëmijë. Është fëmijë funditës. Mund të prekësh fëmijën e dikujt, e kupton? Aty unë reagoj atë nuk toleroj fare. Po në kushte të tjera jam okay, jam rritur. Jam rrit edhe mendoj që jam duke bërë version i mirë vetes time dhe më vërtet kjo më bën ndjehem mirë. Nuk jam ajo goca, u bën nami, kiameti, ka momente kur edhe ndodh kjo gjë, po ndodh për gjëra vërtet serioze. Sa mirë. I kalojmë pap kështu. Dita e fundit, sot njerëzit gjithë janë me mamat ose ato që po na ndjekin, gratë, zonjat, se do shijojnë maksimum këtë podcast. Do jenë duke gatuar dhe duke na dëgjuar dhe duke parë. Çfarë do t'ju urosh sot shqiptarëve atyre që na ndjekin? Shqiptarëve t'ju uroj gëzuar 2026. Uroj shqiptarëve të kthehen te familjet e tyre. Në çdo kuptim po e them këtë. Na ka ka pushtuar një zezë, një re zezë. Po shkatrohen familjet dita ditës, po vriten, po bëhen dhe me vërtet shumë e dhimbshme. Një vetëm urim që kam është zgjohuni, sa jeni në kohë, kuptojeni sa vlera ka njerëzit që ju duan ashtu siç jeni me gabime pafund, edhe zgjidhini ata. Edhe ktheheni në familje sepse është gjëja më shejt dhe më luks që kemi në jetë. Gjithë gjërat tjera i ken. Çfarë do t'i thuash dikujt që nuk e ka një familje afër? Nuk e di. Ndihem shumë e pafuqishme të them diçka për këtë. Okej. E di çfarë pyetje më bëre, e di se ku po ja kthem këtë përgjigjen. Unë thjesht uroj me shpirt që ti jesh dikush që do jesh shumë krenar për veten. Bër shumë krenar njerëz që ti don të mungojnë pafund, edhe të jetosh me nder për veten dhe me nderin për ata. Shumë faleminderit. Je shumë e mirë.
Të falenderoj shumë. Se tani më emocionova dhe nuk kam më gjë për të thënë. Nuk ka problem. Edhe tani besoj edhe unë më emocionova, kështu që Dhe kalova një bisedë shumë të mirë, shumë të këndshme dhe shumë të ëmbël dhe shumë të sinqertë dhe shajmirëse. Faleminderit. faleminderit edhe ty. Nxorr romanet më emocionale, më të mira, më të bukura të dyve. Faleminderit shumë me vërtet. Unë nga studia Homecast do t'ju falenderoj shumë. Edhe gëzuar vitin 2026, uroj që gjithë familjet tuaja t'jenë të lumtura dhe ndizni të gjithë dritat e shpirtit, e zemrës dhe jepni sa më shumë dashuri. Gëzuar gjithëve. Gëzuar.